Unë më shumë e kisha orientu debatin se përket teknologjisë, sepse nivelli propagandës, i cili nivelli propagandës po sjell panik të qytetarët, i cili nivelli propagandës po bën ndarje mes qytetarëve, realisht subjektet politike, këtu kemi një sistem plural dhe demokrat ku gjitha partitë me rregull duhet të konkurrojnë me programe politike, jo me një fushat denigruese të quaj hibride, të cilën në veçanti lëvizjeve vendosë është prisi i kësaj fushate, jo vetëm tash, po prisi ka ardhur në pushtet. Andaj, elementi edhe i lidhjes demokratike të Kosovës, duke pa një politikë më paqësore, ta quaj në ato faza ku ka kalu nga presidenti Rugova deri me tani, po shihet që prezantimi i fushatës nga lidhja demokratike e Kosovës është me një program të qartë dhe në fjalorin edhe në konceptin unë e kom përcjell edhe fushatën në disa tubimet të LDK-s, po shihet shumë qartë që LDK-ja po e qorton